Përshëndetje të mirë të mi, kudo që jeni. Kjo është faqja e vetme që ka në Taro, Taro Energji 1, ka mbi 60.000 followers sa deri sot. Duhet të bëni kujdes nga personat që u dërgojnë mesazhe, ftesa, apo gjëra të tjera në për rrjetet sociale në kanalet tuaja. Në Nataro, kur nuk dërgon mesazhe, këtë ta keni të qartë. Duhet të bëni kujdes ata persona që iqen si në Nataro, në të vërtet janë persona të tjerë, nuk janë në Nataro, okay? Dhe ju uroj të atyre të tjerëve që vjedhin videot e mia apo bëjnë çfarë bëjnë me energjinë time, do të thoshe që nuk zjat shumë. Të gjithë do vi një moment që do dorëzoheni, sepse çdo gjë që ka një fillim ka dhe një fund. Zërin tim apo energjinë time nuk mund ta përdorni dot në për kanalet tuaja. Ju magjistarët e fortë të shekullit që keni dalë tani. Gjithsesi, ky parashikim është i përgjithshëm për të gjitha shenjat. I flasim për 12 shenjat për javën që vjen dhe të shikojmë se çfarë do na sjellë shenja e dashit. Dashi, ke disa çështje familjare ditët që vijnë dhe javët që vijnë. E di që do jesh mbi ngarkuar nga ana e problemeve që ke në familjen tënde, duhet të bësh kujdes me nëse keni fëmijë, prindër, çështjet tuaja në çift. Por shikoj që ke një person shumë të afërt, mund të jetë vëlla, motër, nën, bab, apo edhe pse jo fëmijët tuaj apo një mik tëndin që mund ta kesh shumë të fortë. Ai person kërkon suksesin tënd në këtë problem. Shikoj që do marrësh një lajm dhe ky lajm është shumë i fuqishëm. Duhet të bësh dhe kujdes me gjërat që po të vinë, por është dikush që kërkon të ketë autoritet mbi energjinë tënde. Duhet të bësh kujdes sepse ky person kërkon të marrë sukseset e tua, energjinë tënde, fuqinë tënde. E pse jo? Anën materiale. Tani e di që do kesh ngatresa. Këto ngatresa do të vinë nga personat që ke përreth. Duke qenë dhe duke bërë të vështirin ky person që të ka ngrënë në kohën, shikoj që tani ose më saktë do marrësh vendime të forta për veten tënde, por që të japin shëndet në ditët në vazhdim. Duhet të bësh kujdes, sepse shikoj që disa personat kanë sekrete mbrapa shpatullave të tua, dhe shikoj që këta persona kërkojnë që këto sekretet mos dalin në pah. Gjithsesi, është dikush i lidhur fort me ty, dhe ky person kërkon të bëj diçka që të dëmtoj ty. Mund të jetë kushdo. Dhe familjari jot mund të jetë. Por ti duhet të bësh kujdes sepse këto sekretet e fshehura që ju keni në jetën tuaj, se çdo njeri ka sekretet e veta, shikoj që ju aktualisht do ta keni pak të vështirë që mos dalin në pak këto sekretet tuaja. Kjo situatë që është në jetën tënde do mbaroj së shpejti, sepse ata persona do t'i kuptosh se cilët janë dhe do të vësh qelmin. Tani se çfarë je duke përjetuar, është diçka që ti kërkon të mbash ca nga ana materiale, pasurinë tënde, si nga ana shëndetësore prap, sepse shumë je dëmtuar dhe duhet të bësh kujdes dhe me shëndetin, unë po ta them këtë gjë. Por energjitë që ti ke në jetën tënde është Virgjëresha, Peshorja, që është më e fortë, domethënë, këtë moment që flasim. Ke nevojë të balancosh energjitë, logjikën, emocionin, kokën tënde, sepse në kokën tënde ka shumë mjegull për momentin dhe kjo mjegullsi vjen për shkak të këtyre që po kalon. E di që je një person me zemër të madhe, bëhet fjalë për vendimet që po vinë në jetën tënde. Duhet të kesh një iniciativë për gjërat dhe t'i kuptosh emocionet e tua. Dashi, ke qenë i ngulur në disa gjëra dhe i përpjekur të jesh një person i kujdesshëm dhe të kesh përgjegjësi për gjërat që do marrësh. E di që vendimet e tua janë shumë të zgjuara, por tani ka ardhur momenti që të përdorim dhe pak logjikën. Largo presionin nga vetja jote. Mos qas njerëz që t'japin këtë presion, jepi mundësi vetes tënde dhe hapësirë për të menduar gjërat që ke në jetën tënde. Pusho pak dhe thjesht merr frymtheu. Gjërat do të vinë në jetën tënde kur ti t'jesh gati. Të gjitha përgjigjet ke për t'i marrë, por këto përgjigje do jenë ditët në vazhdim. Nuk ke pse të shqetësohesh për çfarë do të ndodh këto 2 ditë. Okej? Kjo ishte për shenjën e dashit. Vem tek shenja e demit. Demi, parashikimi është i përgjithshëm, nuk është personal, kush ka dëshirë për parashikime të detajuara, mund të vinë në privatin tim. Gjithsesi, Demi duke hyrë në një përvojë të re, shikoj që e ndjen vetes sikur po hyn në një territor ose në një tokë të panjohur për veten tënde. Duhet të veprosh me zgjuarsi këto kohë dhe të shikosh situatat që do të vinë.
duhet të jesh me shkathë tani tutje, jo të veprosh me nerva, jo të veprosh me rreziqe, por duhet të jesh i qetë, sepse je duke marrë rreziqe të tjera në kurrizin tënd. Një mik, një i afërm, shikoj që është dikush që po të këshillon, është e rëndësishme që ti kushtosh vëmendje atij personi, ose motrës, nënës, vllajt, diçka sikur ose më saktë atë problem që ke për momentin duhet ta shpërfillësh, sepse janë të parandësishme. Je ti duke hyrë në përvoja të reja dhe në territore të panjohura. Janë disa probleme që mund të jesh një problem me kunatën, me një shoqe, me të dashurin tënd, janë territore që nuk të trokasin ty, nuk të përkasin ty. Duke hyrë në një përvojë të re, më fal, ti po shkel në toka të botës. Kupton, po shkel në toka të botës. Do të luash një rol të rëndësishëm dhe duhet të veshësh një kapele të re, okay? Të ndryshosh një kapitull për veten tënde dhe të blesh diçka për veten tënde. Sikur dhe një kapele, që kjo kapele të jap një mundësi për punët e tua që ti je duke bërë. Punët janë shumë të vështira. Ti duhet të ecësh përpara dhe të shikosh se sa vlen ti si person. Shijoje këtë periudhë. Është një periudhë prosperiteti, bollëku. Shikoj që në jetën tënde ke një lëmsh shumë të madh. Energjitë tua pranteje janë Dashi, Luani, Virgjëresha dhe këto energji shikoj shumë të pranishme në jetën tënde. Shikoj që ti duhet të qëndrosh përballë një sfide që po të vjen ditët në vazhdim, apo je duke u përballur, por mund të përballesh me qetësi, me konkurrencë në heshtje ose kundërshtoje nëse nuk do që ti të bësh këtë gjë. Mund të ndihesh i vetmuar ose e vetmuar sepse je duke u përpjekur vazhdimisht dhe ti e ndjen një vetmi brenda në shpirtin tënd. Kjo vetmi është sepse ti nuk i ke shërbyer mirë kësaj marrëdhënie, kësaj jete apo gjërat që ke në jetën tënde. Ky ka qenë një qëllim që në fillim, por ti nuk i ke vënë re, nuk e ke ndihmuar veten tënde, po e them dy herë, veten tënde të brendshme me mençuri, po je lidhur me anën e shpirtit. Gjithsesi tani ka ardhur momenti të sqarosh drejtimet e tua dhe ti dalësh vetes Zot. Duhet të kesh vizione. Ti jesh në gatishmëri, ti jesh i qartë dhe të ecësh përpara. Dhe tani lëre veten të gjej një rrugë të re. Do gjesh një rrugë nëse ti ndryshon mënyrat e tua. Vem tek binjakët. Binjak, përshëndetje, të uron netarua mbarsi. Binjak shoh ditët që po kalon disa ditë jo fort mira, duket sikur je në rrezik, por është një shans dhe një mundësi e re për jetën tënde. Ndryshime do të vinë në jetë, por këto do të ndodhin sepse kjo hëna që kaloi në gafore ka qenë një mundësi shumë e madhe për ty. E gjen veten të zhgënjur pas here, shikoj që je duke bërë llafe me një person, je i paplotësuar, ke dëshira shumë të mëdha, por një dëshirë që ke këto momente nuk do të plotësohet për momentin. Tani, se kush është të shkak, unë shikoj që është shkak. O një dashnor, o një bashkëpunor, o punëtor, ose dikush që ti e ke shumë. Por, këta janë thjesht në praninë dhe në energjinë tënde. Nuk bëjnë gjë tjetër. Ti duhet të kujdesesh më shumë për veten tënde, sepse kohët po të vinë të vështira, dhe shikoj që ti nga ana shpirtërore sikur po jep vetes dënim. Do marrësh dhe do japësh një dhuratë. Me sa shikoj këtu, janë disa gjëra që më falni. Janë disa gjëra që janë ndjenja dhe kujdesi thellë që ke ti për veten tënde dhe në dashuri. Në jetën tënde duhet të paralajmërosh veten për një problem që po të vjen në të ardhmen e afërt. Është një problem që ka të bëjë në lidhje me mënyrën e jetesës, me gjërat e tua, me energjitë e tua, por këtu është dhe një energji femërore ose dikë që ka tipare të errta. Energjia e fortë që ke në letrat këtu është peshorja, shigjetari dhe akrepi. Po shoh ndryshime të mëdha në jetën tënde dhe po të mbyllet një cikël, po je duke mbyllur një karmë. Disa gjëra janë vjetërsuar, do t'i flakni, po duhet të gjesh ekuilibër, integritet për veten tënde. Krijo hapësirë në përpjekjet e tua dhe lëri vonesat. Nuk ka nevojë për vonesa. Diçka është duke ndërhyrë në jetën tënde dhe po vjen shumë shpejt. Mund të jetë dhe një njohje, një lëvizje apo një udhëtim, sepse po të vjen një lajm që po ecën shumë shpejt. Ky është për binjakët, e shikoj që nuk kemi shumë kohë, por bëni kujdes me çështje ligjore, sepse këto janë zgjedhje karmike dhe këto të sjellin të bësh një zhvendosje ose rezultate që të sjellin një ekuilibër. Mbaje shënim, mos je
ose më saktë